ka një ngarkesë të caktuar dhe një kapacitet të caktuar dhe është shtyrë vendimarrja për ditën e nesërme. Pra jemi në kushte krejt normale të procedurës penale për caktimin dhe më saktë për vlerësimin e masës së sigurimit në raport me vendimarrjen e gjykatës së shkallës parë. Avokatët një parashikim ligjor që seancat të tilla të bëhen me dyert të mbyllura, por mësohet se Velia i ka kërkuar që seancat të jetë me dyert të hapura. Ka hapësira të tilla, mund të pranohet një kërkesë e tillë nga gjykata? Si mendoni ju në këtë rast? Tani për të qenë loajal edhe për të thënë komplet të vërtetën, në kodin e procedurës penale nuk parashikohet në mënyrë eksplicite, pra në mënyrë të qartë, nëse caktimi dhe vlerësimi i masës sigurimit duhet jetë apo jo me dyert të hapura, apo duhet jetë me dyert të mbyllura. Megjithatë, logjika e do dhe jeta e ligjit në sistemin romano-gjermanik është logjika që masa caktimi në seancë paraprake, pra në seancën paraprake, kur njoftohet akuza dhe përfundojnë hetimet, seanca zhvillohet me dyert të mbyllura. Dhe seanca paraprake është një seancë e cila është shumë merë me zhvillua në kohë se sa masa e sigurimit. Pra për aq kohë sa seanca paraprake zhvillohet me dyert të mbyllura, logjika e doj që edhe masa e sigurimit të jetë me dyert të mbyllura, për shkak se hetimet janë duke vazhduar në proces dhe për shkak të sekretit hetimor. Dhe për këtë arsye, pavarësisht të emrit apo mbiemrit apo funksionit që kryen një person i caktuar, masa e sigurimit deri tani më përfshirë edhe praktikin e gjykatës së lartë, zhvillohet me dyert të mbyllura. Vendimi do të merret nesër, nëse nuk do të ketë një shtyrje të radhës, siç tashmë ndodhi për 2 ditë radhazi. Avokatët mbrojtës të kryebashkiakut të Tiranës kanë kërkuar lirimin, duke kërkuar dhe duke pretenduar se ai po mbahet në burgim pas një kriter ligjor, duke argumentuar se kryebashkiaku nuk ka mundësi të prish provat. Tashmë është një dosje me mbi 300 faqe në duart e prokurorëve të posaçëm, nga ana tjetër nuk paraqet rrezikshmëri për shoqërinë dhe nuk ka asnjë mundësi për t'u larguar jashtë Shqipërisë. E kanë faktuar që Velia ka lëvizur, madje bashortja e tij pas momentit që u dha edhe masa e parë që ishte e arrestit në shtëpi, udhëtoi dhe erdhi pra brenda pak orësh në Tiranë, duke qenë se nuk ishte në Shqipëri. Ju si shihni këto kërkesa, këto argumente që paraqesin avokatët e tij mbrojtës? Brenda pyetjes tuaj ishin 2 pyetje dhe normalisht duhet të jenë edhe 2 përgjigje. Së pari, nesër në të paktën ndjenin time është lënë shpallja e vendimit, dhe shpallja e vendimit mund të shtyhet vetëm për rastet e forcës madhore apo të rasteve të tjera të parashikuara në kodin e procedurës penale, pra të pamundësisë absolute të gjykatës për të shpallur vendimin, kështu që vendimi do të shpallet ditën e nesërme sipas të gjitha gjasave ligjore. Ndërkohë që për sa i përket pretendimit të zotit Veliaj që nuk ka rrezikshmëri shoqërore, kjo është pjesërisht e vërtetë, them pjesërisht e vërtetë, sepse të paktën zoti Veliaj, të paktën në gjykimin tim, besoj që ose është keq këshilluar ose nuk është këshilluar fare në raport me mbrojtjen dhe në raport me këshillat juridike që ai duhet të merrte gjatë periudhës që është caktuar masa e sigurimit. Ka një shprehje në latinisht që të paktën prej 2000 vitesh, kush heshte pranonte, ndërkohë që tani është kitace nulla dice, pra kush e mbyll gojen, asgjë nuk thotë, pra as e pranon, as e mohon. Dhe si duket të gjitha statuset, të gjitha bisedat që ka bërë zoti Veliaj, të paktën me çfarë është bërë publike, një pjesë e tyre janë përgjuar dhe janë përdorur nga prokuroria e posaçme, le ta themi, jo për të rënduar pozitën aktuale të zotit Veliaj, por prokuroria e posaçme për të mbrojtur status quo-n që zoti Veliaj duhet të qëndrojë me masën e sigurimit arrest me burg. Nëse zoti Veliaj do të dalë apo jo me masë të ndryshme nga arrestit me burg, kjo ngelet për ta parë nesër nga ana e gjykatës. Unë besoj që zoti Veliaj ka pasur rrezikshmëri të ulët shoqërore në raport me të gjithë çështjen, nuk ka pasur asnjë tentativë për t'u larguar përgjegjësisë penale apo edhe për t'u shmangur përgjegjësisë penale, por besoj që zoti Veliaj, ashtu si pjesa dërmuese e politikanëve, ka pasur arrogancën e pushtetit. Është çdo qenie njerëzore, së pari pasi të votohet nga 250-300.000 njerëz, fillon dhe ka një lloj arrogance në raport me të gjithë çështjen. Dhe besoj që tani më
zoti Veliaj duhet të heshtë dhe të qëndrojë në heshtje në raport me fyerjet personale ndaj prokurorëve apo edhe ndaj gjyqtarit të shkallës parë, se nuk ka për t'i sjellë asnjë gjë të mirë dhe final. Po ndërkohë rëndojnë nga ana tjetër këto qëndrime që ka pasur nuk besoj që ka për akuzat ndaj prokurorit të çështjes? Së pari, ato nuk janë akuzat, ato janë fyerje personale, të paktën unë kështu i shikoj, janë fyerje që raport... Shembull, ka edhe pretendime se është në kushtet e konfliktit të interesit prokurori. Madje ka bërë edhe rrugtimin, ju e dini, në KLP, ILD, duke kërkuar që ky prokuror të pezullohet nga kjo dosje. Së pari, proceduralisht nuk mund t'i drejtohesh as KLP-s as ILD-s, në qoftë se nuk i drejtohesh prokurorit, drejtuesit të prokurorisë, zoti Dumani, me kërkesë për përjashtimin e zotit Dado nga si prokurori i çështjes. Dhe vetëm pasi ke marrë përgjigje negative të zotit Dumani, atëherë mund t'i drejtohet institucioneve të tjera, të cilat janë KLP-ja dhe ILD-ja, të cilat për hir të së vërtetës KLP-ja proceduralisht nuk ka asnjë funksion mbi prokurorin e çështjes. Ndërkohë që nëse ka shkelje procedurale nga ana e zotit Dado, sigurisht që inspektori i lartë i drejtësisë mund t'i konstatoj, por nuk e besoj. Në këto kushte besoj që zoti Veliaj të paktën në raportin e fatit të tij personal duhet të ketë një sjellje dhe një qasje të paktën ashtu siç e nisi në raport me vendimarrjen e gjykatës së apelit dhe të shohim se si do të shprehet ajo. Dhe besoj që zoti Veliaj shanset dhe gjasat më të larta i ka për në gjykatën e lartë sesa në gjykatën e apelit. Mirë, do të ndjekim avokatë shkurtimisht në mënyrë të përmbledhur atë që ka ndodhur gjatë ditës së sotme në seancën me dyert të mbyllura. Do të kthehemi për të vijuar më pas bisedën. Është përfshirë në fakt jo vetëm komuniteti i juristëve, por edhe politika sa i përket masave të sigurimit personal, veçanërisht asaj të arrestit në burg që po aplikohet shumë qoftë nga gjykata e posaçme, ashtu edhe gjykatat e rretheve, edhe pse ka disa vendime të gjykatës europiane të drejtave të njerëzit ku theksohet se nuk duhet, pra rekomandohet të mos shkohet në këtë masë të kufizimit të lirisë pa u bërë vlerësimi siç duhet për masat e tjera të parashikuara në legjislacion. Ne ndjekim shkurtimisht dhe kthehemi. Gjatë fjalës së mbajtur në gjykatën e apelit të posaçëm ku kërkon ndryshimin e masës së sigurisë, kryetari i Bashkisë së Tiranës kërkoi që seanca të jetë publike dhe me praninë e medias, në mënyrë që të njihen qytetarët me ato që SPAK pretendon se janë prova të reja ndaj tij. Keni sill prova të reja. Kërkoj të sillni kamera dhe kjo seancë të jetë hapur për median. Sillni medias që ti deklaroj publikisht edhe para tyre përgjimet e kryera ndaj meje. Nuk kam asnjë sekret në biseda telefonike me familjarët e mi nga kabina e burgut. Më izoluat një muaj në burg që të gjenit prova të reja. Saliu e ofendoi SPAK dhe akuzoi si organizatë kriminale. Çfarë gjeti? Pse nuk u konsideruan prova të reja sulmet e Berishës ndaj SPAK? Veliaj thotë se është mbajtur për një muaj në izolim që të gjenden provat e reja, ndërsa sill në vëmendje edhe deklaratat e Sali Berishës, i cili ka kërcënuar hapur SPAK e prokurorët, duke i quajtur organizatë kriminale. Por çfarë i ndodhi Saliut? Ka pyetur Veliaj në sallë, duke thënë se sulmet e Berishës nuk u konsideruan prova të reja. Në nisje të seancës, avokati Veliajt Artur Selmani ka paraqitur qëndrimin e tij mbi provat e reja që ka paraqitur SPAK, arsye për cilën u shtye dhe seanca një ditë më parë. Të pranishëm në seancë janë edhe dy prokurorët e posaçëm, Olz Dado dhe Altin Dumani.